Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me limonin mund t'ju kushtoj jetën. Limoni është një nga frutat më të rekomanduara për forcimin e imunitetit, për mirësimin e tretjes dhe detoksifikimin e trupit falë përmbajtjes së vitaminës C dhe antioksidantëve, por ekspertët paralajmërojnë se përdorimi i tij në mënyrën e gabuar, sidomos lëvorja e ngrirë, mund të sjellë rreziqe për shëndetin. Pse ngrirja e limonit të tërë është problematike? Sipas studimeve të fundit, ngrirja e limonit mundet që të rrisë përqendrimin e disa substancave natyrale në lëvore si psoraleni dhe vajrat esencial limoneni dhe linaloli. Në sasi të madhe këto munden që të shkaktojnë irritime të sistemit tuaj tretës dhe njëkohësisht në raste të rralla efekte neurotoksike. Një tjetër rrezik lidhet edhe me mbetjet e pesticideve dhe dyllit që përdoren për ruajtjen e freskisë gjatë transportit. Ngrirja nuk i eliminon këto substanca, madje mundet që të çojë në përqendrim më të madh të tyre kur konsumohet lëvorja e grirë. Çfarë rekomandojnë specialistët? Ekspertët sugjerojnë që të mos ngrini limonin të tërë për të përdorur më pas lëvoren, por të shtrydhni lëngun dhe ta ruani në kubik akulli ose të përdorni lëvoren e freskët në sasi të vogla. Për siguri, zgjidhni gjithmonë limon organik dhe lajni mirë me ujë të ngrohtë dhe sodë buke përpara përdorimit. Deri më tani e keni bërë gabim, kështu përgatitet ujë me limon për të marrë përfitimet maksimale. Nëse keni dëgjuar për shëndetin në videot tona të mëparshme, me siguri do të keni dëgjuar se sa mirë është që ju të pini ujë me limon në mëngjes. Ka shumë mënyra për ta përgatitur ujin me limon, sidomos për të përfituar sa më shumë vlera prej tij, por ne nuk do t'ju lejojmë që të bëni gabimin të cilin shumica prej jush e bëjnë. Zakonisht përgatisni ujin me limon në një kavanoz të madh çdo mëngjes për të kaluar ditën. Ai i jep metabolizmit dhe sistemit imunitar një nxitje të nevojshme. Limonët janë një nga ato fruta shumë të zhdërvjellët që përdoren në shumë ushqime dhe njëkohësisht në shumë mënyra. Gjithmonë ka një qese me limon të freskët në frigorifer e cila përdoret për qëllime nga më të ndryshmet. Ato janë të ngarkuara me shumë përfitime super të shëndetshme dhe janë njëkohësisht një burim mjaft i madh i vitaminës C dhe antioksidantëve. Një filxhan me lëng limoni i freskët siguron 187% të sasisë së rekomanduar ditore të përditshme të vitaminës C. Lëngu limonit gjithashtu ofron një sasi të duhur të kaliumit, magnezit dhe shumë mineraleve të tjera esenciale. Por nëse mendoni se të pini një gotë ujë me një fetë limoni brenda, jeni duke marrë të gjitha vlerat e tij, e keni shumë gabim. Ekziston një gabim i zakonshëm që shumica e njerëzve bëjnë kur shijon një gotë ujë limoni. Ata nuk e kuptojnë se lëkura e limonit është një nga pjesët më ushqyese të të gjithë këtij fruti. Si të përgatisni ujin me limon për të marrë përfitimet maksimale? Pritini fetat si të doni, të holla ose të trasha, shtrydhni disa limona në ujë, por jo të gjitha. Vendoseni më pas feta të pashtrydhura dhe të mbetura. Mbusheni deri në fund me ujë të nxehtë apo të ftohtë dhe është gati për t'u pirë. Lëkura e limonit përmban vajra esencial dhe shumicën e bioflavonoideve dhe gjithashtu ato janë të shkëlqyera për rritjen maksimale në qelizat tuaja. Ekspertët e shëndetësisë thonë se aciditeti i ujit me limon ndihmon në tretje dhe gjithashtu në ngadalësimin e absorbimit të ushqimit. Këto janë dobitë shëndetësore të limonit. Limoni mund të cilësohet si fruti më i mirë. Të mirat që ai përmban për kujdesin ndaj shëndetit dhe pamjes
nuk kanë të krahastuar me asnjë ilaç në botë. Ne këtu do t'ju njohim me dobit shëndetësore që ne kemi falë përdorimit të limonit. Tretja, përzieni disa prerje limoni dhe pijeni këtë çdo mëngjes për të ndihmuar njëkohësisht me tretjen gjatë tërditës. Limoni e stimulon mëlçin dhe kjo ndihmon tretjen. Gjakderdhje e hundës. Kjo djegpaksa për lëngu i limonit në një tampon pambuku apo në një leckë të butë kur aplikohet në hundën e cila gjakon, ndihmon që të ngadalsohet dhe eventualisht të ndalohet rrjedhja e gjakut. Diuretike. Në qoftë se vuan nga ndonjë infeksion i traktit urinar apo ke nevojë që të zvogëlosh lëngjet në trupin tuaj për çfarëdo arsye, sikurse shtypja e lartë të gjakut, zemrës madhuare të tjerë, limoni është një diuretik natyral dhe ju ndihmon që të largoni ujin e padëshiruar, thjesht përgatitur që të shkosh më shpesh në tualet. Antiseptik. Lëngu acidik i limonit vret bakteret e dëmshme dhe kjo e bën limonin antiseptik natyral të cilin mund të aplikosh në çarjet e vogla apo në infeksione të tjera. Pra po ju themi se kjo dhëmb apo me fjalë të tjera djeg pak dhe mos përdor limon për infeksione të mëdha apo prerje të mëdha, jo për shkak se limoni është i rrezikshëm sepse nuk është, por për shkak sepse nevojitet një trajtim mjekësor për to. Pastrues fytyre. Lëngu i limonit ndihmon që ju të luftoni rrudhat, aknet, puçrat, madje edhe piklat. Përzieni lëngun e limonit me pak vaj ulliri në një gotë të vogël me ujë dhe aplikojeni në fytyrë. Kjo jo vetëm që ju bën lëkurën tuaj më të shkëlqyer, por gjithashtu largon edhe yndyrat dhe grimin. Kujdesi i gojës. Hidhni pak lëng limoni në një shtup pambuku dhe aplikojeni në mish të dhëmbëve që rrjedh gjak për të ndaluar gjakderdhjen e mëtejshme. Limoni gjithashtu ndihmon që t'i dhuroj gojës tuaj një ndjenjë freskie, lufton baktere dhe ju mundëson që të keni një gojë me erë të freskët. Gjithashtu, besojeni ose jo, kur aplikohet në dhëmbin që dhëmb ndihmon që të zvogëloj dhimbjen. Zvogëlon temperaturën. Ka dy mënyra që limoni mund të përdoret kur ne dëshirojmë të ulim temperaturën. Njëra është që të pish ujë me limon dhe tjetra zgjedhje është që ju të blini apo të marroni balsam limoni dhe më pas të aplikoni atë në trup, kryesisht në ballë. Balsami nga limoni e ndihmon trupin që të djersite dhe të nxjerrë temperaturën me djers, cilën do temperaturë të shkaktuar nga cilado sëmundje. Shtypja e gjakut. Për shkak të sasisë së lartë të potasës që ka limoni, ky frut është i mirë për uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Kjo për shkak se potasa vepron kundër sodiumit. Depresioni. Pirja e lëngut të limonit të përzdier me ujë disa herë në ditë njihet që krijon efekt shqetësues, relakson trupin dhe kështu ndihmon në lehtësimin e depresionit dhe të stresit. Antioksidant. E gjitha ajo vitamina C e cila gjendet tek limoni bën disa mrekulli në trupin tuaj si pastrimin e gjakut dhe ndihmon që ju të keni një sistem imunitar më të fortë. Gjithashtu studime të ndryshme mjekësore kanë treguar se përdorimi në sasi të mëdha të vitaminës C ndihmon gjithashtu në luftën e shumë sëmundjeve serioze si sëmundjeve të këqija dhe sëmundje të zemrës e shumë të tjerë. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.